Ky ishte Zoti Balliu, ju lutem. fiks një fjalim, një flamingo nga Temu. Edhe më pëlqen shumë që keni disa ditë që ju zogjt e bufit ju duket vetja si flamingo, ose më mirë keni filluar të silleni si flamingo, edhe pse me respektin më të madh kush ju ka komanduar ju, kush ju ka autorizuar, bëni zhurmë sa doni, shkoni edhe në protest po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket 4 ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të 4 projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Ju një javë më parë dolët me krye drejtuesin tuaj, bufin e madh, dhe thatë që jeni pro investimit. Tani, kush është qëllimi i 4 projekt ligjeve? Ju jeni pro investimit apo kundër investimit? Ne jemi pro investimit. Investimi do të bëhet. Shqipëria nuk e ka luksin të humbi 4 miliard, sepse e dini pse bëni kaq shërak. Zonja që sa po foli, sa po citoi edhe tekstin e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit, i cili dje doli dhe hapur, e kishte shkruar shqip, se edhe ti se po më dukesh si zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit. Rama Hikta, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit. Dakor. Po ju të shkërkonin protest. E kuptoj atë djalin atje dhe ata 2 djemt atje, se ata atë punë kanë. Po mirë, dakor, pash edhe një deputete që mungoka, një deputete e Partisë Demokratike që thoshte, jemi këtu në protest kundër sistemit. Po kundër kujt sistemi? Kundër kujt sistemi jeni? Po një protest që thirret Sali Berisha në burg, edhe ju. Padyshim. Ndërkohë që, jo, s'kemi fare ne. E para është që nuk kompleksohemi fare, sepse e dim fare mirë që kemi një kontratë me qytetarët shqiptar. Doli zonja këtu dhe tha, jemi për paketën e integrimit. Sa u votua paketa e integrimit? Mori vota pro të gjithve që do kaloj. Nuk ka lidhje fare me kalendarin dhe programin. Ishin 2 ligje që i solli qeveria me procedurë përshpejtuar, u votua, s'kishte as i vot kundra. Se ju nuk e keni mendjen në mësim. Ju se keni mendjen në mësim. Ne jemi këtu, ne do ta vazhdojmë detyrën tonë që kemi ndaj integrimit, jo ditë, po orë për të humbur nuk kemi për t'i votuar dhe diskutuar ligjet e integrimit. Ju, derim tani, për ta ditë, ende nuk e keni votuar asnjë ligj që lidhet me paketën e integrimit. Djen konferencë kryetarëve, me që e kërkuat, u a kemi depozituar dhe dorëzuar zyrtarisht nga Ministria për Marrëdhënie me Parlamentin paketën e ligjeve të integrimit. Ndërkohë që ndatë se vini votoni, ndatë se vini nuk votoni, kjo pak rëndësi ka për ne, që t'jemi të qartë për këtë pjesë. Sa i përket edhe njerë 4 projekt ligjeve që keni sjell, na thatë dje në konferencë kryetarëve që do sjellni kërkesë për procedurë përshpejtuar, nuk e keni sjell. Megjithatë, po ju a them në emër të këtij grupi parlamentar, të 4 projekt ligje tuaja do rrëzohen, kurdo që t'jetë data, dhe se projekti në Zvërnec do të vazhdojë dhe Shqipëria do të ecë përpara drejt anëtarësimit të Bashkimit Evropian. Konferencën e kryetarëve, ky
ky kuvend nuk mund të jetë në një botë paralele nga bota e realitetit që po ndodh në Shqipëri. Ky kuvend nuk mund të jetë një fluck e mbyllur që nuk e kupton se çfarë kërkojnë qytetarët shqiptar, se kush është prioriteti i ditës dhe kush janë çështjet që duhet shqyrtoj ky kuvend për t'u përgjigjur qytetarëve në shesh dhe në gjithë Shqipërinë. Çështja e parë që duhet adresohet është paketa e integrimit. Është paketa e shfuqizimit të ligjeve që kanë dhuruar Shqipërinë tek klientët e pushtetit, që kanë dhuruar Shqipërinë tek oligarkët, që e kanë trajtuar Shqipërinë si një plaçk që kryeministri mund ta ndajë sipas terezisë së vet, që e kanë trajtuar zhvillimin me konceptin kur do Edi Rama, kë do Edi Rama, ku do Edi Rama, si do Edi Rama. Dhe kjo nuk është Shqipëria as europiane që keni bërë fushatën dhe as Shqipëria që duan shqiptarët. Keni një projekt ligj të datës 14 maj për shfuqizimin e ligjit të zonave të mbrojtura, përpara se të niste protesta qytetare. Ishte kërkesë e Parlamentit Evropian dhe unë e kam sjellë pikërisht si reflektim e asaj që kuvendi mori angazhim me rezolutë që do të zbatonte rekomandimet e Parlamentit Evropian. Në fakt është i vetmi projekt ligj në kalendar që nuk ka një datë se kur do të shqyrtohet nga ky kuvend, që në fakt është një nga kërkesat e protestuesve, është një nga kërkesat e qytetarëve për të mbrojtur zonat e mbrojtura në Shqipëri, për të mbrojtur trashëgiminë natyrore, trashëgiminë kulturore, për ta mbrojtur atë për brezat e ardhshëm. Dhe çfarë bëni ju? E lini pa datë dhe thoni hajde miratojmë kalendar për gjëra të pavlera që nuk i shërbejnë interesit publik. Tu ka çështje themelore se si është kap pushteti nga një grusht njerëzish, se si kanë miratuar që nga ligji i investimeve strategjike, tek paketa e maleve, tek porte turistike, tek korporata shqiptare e investimeve, tek ligji i zonave të mbrojtura, tek ligji i trashëgimisë kulturore dhe muzet, të gjithë një paket si ta marrim Shqipërinë dhe ta trajtojmë si plaçk. Përgjigjuni realitetit. Realiteti kërkon dorëheqjen e Edi Ramës. Realiteti kërkon një qeveri tranzitore. Realiteti kërkon një parlament që miraton shfuqizimin e ligjeve kundër interesit publik. Realiteti kërkon një parlament që nuk i anatemon protestuesit, që nuk i numron ato me syzet e miopit, por që i numron me syzet e realitetit. Qindra mira në shesh, të cilët kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës dhe shfuqizimin e atyre ligjeve që e kanë trajtuar Shqipërinë si një plaçk. Të nderuar deputet, nëse besoni se mandatet tuaja vijnë nga vota e qytetarëve, përgjigjuni atyre. Nëse besoni se mandatet tuaja vijnë vetëm nga vullneti i Edi Ramës dhe nga parat e oligarkëve dhe kriminalëve, mos ju përgjigjni qytetarëve, por do t'ju përgjigjen ata juve. Do t'a merrni përgjigjen siç po e merrni, siç po e shikoni çdo ditë më shumë, çdo ditë më të vendosur, çdo ditë më të qartë në objektivat e tyre, çdo ditë janë atje për të kërkuar shëndet, për të kërkuar që kjo qeveri dhe kjo makutëri, kjo sjellje harbute duke shkel kushtetutën e Republikës Shqipërisë, duke shkel rregulloren e kuvendit, duke shkel interesin publik, duke shkel interesin e brezave të ardhshëm, e fëmijëve tanë të ndaloj, sepse do të shikoni atje në fakt portretin më signifikativ të protestave ndonjëherë në Shqipëri. Fëmijët, brezin e ardhshëm, ata fëmijë të pafajshëm, që duan një Shqipëri më të mirë se ajo që është sot, duan një Shqipëri e cila patjetër të jetë antare e Bashkimit Evropian me standardet e Bashkimit Evropian dhe që investimin e vetë më strategjik
e ka natyrën, mjedisin, trashëgimnin kulturore, trashëgimnin natyrore, sepse mbi të gjitha dhe para zgjithash jemi shqiptarë.